World Cup në RTK Radio. Ju përshëndesim drejt për së drejti nga studio e RTK Radios, nga ku po e nisim edhe një emision tjetër të ri, kuptohet special për kampionatin botror të futbollit, i cili po mbahet në 3 shtete të ndryshme për herë të parë, me 48 kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Kësaj radhe kam të ftuar një mik, dikur kemi qenë edhe bashkëtar, tani më trajner, bëhet fjalë për Visar Zogjanin, me të cilin do të bisedojmë gjerë dhe gjatë për rrjedhën e kësaj ngjarjeje të madhe pra kampionatin botror të futbollit, befasit, pritshmërit dhe kuptohet dështimet pa harruar edhe futbollistët të cilët po vazhdojnë të shkëlqejnë. Visar Zogjani, faleminderit shumë që ke gjetur kohë disponim që t'jesh pjesë e këtij emisioni special kushtuar kampionatit botror të futbollit, i cili po transmetohet drejt për drejt në RTK Radio, por në të njëjtën kohë edhe në rrjetin ton social Facebook. Përshëndetje, fatos, është kënaqësi me qenë bashkë me ty. Nuk është hera e parë, kem pasur edhe emisione tjera, kështu që me kënaqësi e pranoj ftesën. Unë jam Fatos Preniçi, kurse në prapaske, nëse mund të themi, në pjesën tjetër të studios për realizimin e këtij emisioni klas kolegëve nga redaksia e sportit Edmond Thaçi, pastaj producenti Faruk Bajrami, kemi edhe Astrid Demakun, Driton Bunjakun, Blerim Byçmetin, që në të vërtetë si gjithmonë janë faktikisht me neve dhe gjithmonë janë ata të cilët e mundësojnë që ne të kemi tonë, por në të njëjtën kohë edhe pamje të pastër. Visar, kemi hyrë në atë fazën pothuajse përfundimtare të grupeve, ku tashmë veç janë mësuar disa prej çifteve që do të ballafaqohen në fazën e eliminimit direkt për sa i takon kampionatit botror të futbollit, dhe më bëri përshtypje ky ballafaqim ndërmjet Brazilit, Japonisë, pastaj Holanda, Maroko dhe Afrika e Jugut, Kanadaja. Ky duel paksa më i barabartë. E ke pritur faktikisht që të ndodhë një gjë e tillë? Po të them të vërtetën, në fillim kur ishin ato ndeshjet e para, ne disa prej ndeshjeve i kem pa gjatë kualifikimeve për grupet për kampionat botnor. Megjithatë, në momentin që kombëtarët mbrin atje dhe shortohen nëpër grupet e tyre, unë mendoj që ka një qasë sekret tjetër, edhe nuk janë pritshmëritë e njëjta siç kanë qenë ndoshta përpara, për shkak se kemi kombëtare të cilat ndoshta edhe Turqia ka arritur të kualifikohet me shumë bujë, mirë po është eliminuar qysh tani nga ecja tutje. Kështu që tash sa vinë edhe eliminohen disa prej kombëtarëve, unë mendoj që do të ketë edhe ndeshje të forta, megjithatë ndoshta Afrika e Jugut, Kanada, unë nuk dua të përzihem te ajo pjesa e shortit, por ndoshta kishte qenë më mirë që Afrika e Jugut tjetë kundër Japonisë ose Brazilit dhe Kanada kundër tjetës, për shkak se edhe Japonia dhe Brazili konsideroj që janë kombëtare shumë më të forta se këto dhe do ta bënin shumë më interesant, sepse besoj që do të kualifikoheshin dhe do ta bënin shumë më interesant atë pjesën mandej në vazhdim të garas për Kupën e Botës. Patjetër që po, edhe unë po pajtohem me juve edhe me këtë konstatim, nga se vërtet qysh në fazën e eliminimit direkt do të mund të kemi dhe kemi faktikisht duele apo përballje shumë të forta në mes kombëtareve që realisht pritet të shkojnë edhe deri në fazën finale. Kemi parë një Turqi që megjithatë mori një fitore ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një ndeshje që është zhvilluar në orët e hershme të mëngjesit, një Turqi nga e cila Visar është pritur shumë. Periudha e gjatë e mos pjesëmarrjes në kampionat botnor shkakton ato ndryshimet edhe ndoshta atë fazën që futbollistët nuk kanë se nga kusht të përcillet ajo lavdia apo historia dhe përvoja e kampionateve botnore. Për shembull, kur kemi kombëtare që marrin pjesë çdo 4 vjet në kampionate botnore, gjithmonë janë 1, 2, 5 futbollistë që kanë luajtur një kampionat përpara, qoftë 2 ose më shumë. Dhe ata përcjellin një lloj përvoje që se si duhet të menaxhohet edhe stresi, edhe ngarkesa, edhe ndeshjet e para dhe gjithçka tjetër, për shkak se këtu nuk është çështje kampionati që ti ke me i pas shumë ndeshje. I ki 3 ndeshje, dush me nis me këmbë të marrë, për shkak se mandej shkojnë tu vështirësu gjanat. Turqia, unë mendoj që këtu ka qalu, për shkak se sa i përket cilësisë, kanë pas shumë cilësi në brenda skuadrës, në cilësi sidomos individuale mund të them,
Megjithatë, ajo përvoja e kampionatit botnor, unë mendoj që e ka bët vetëm për shkak se prej vitit 2002 nëse s'gaboj ata nuk marrin pjesë në një kampionat botnor dhe llogarit disa prej futbollistëve ndoshta as të lindur nuk kanë qenë. Dhe kështu mendoj që në këtë mënyrë Turqia ka dështu dhe ndoshta duke e njohur futbollin dhe atë pjesën se si futbollistët reagojnë, unë mendoj që Turqia po ta kishte edhe një ndeshje, unë mendoj që do të kualifikohej. Them kështu nëse ndeshja me Shtetet e Bashkuara kishte më qenë ndeshja e dytë e tyne, unë mendoj që edhe në ndeshjen e tretë do ta fitonin edhe me një kundërshtar ndoshta edhe më të fortë për shkak se marrin vetbesim, marrin kurajo dhe janë shumë më të motivuar për tutje. Por ja që fati e don kështu dhe po nuk i shfrytëzove ato ndeshjet e para, sidomos Australinë, nuk po them që janë kombëtare do, po e kanë dominuar edhe Panama, po nuk arrin me vazhdu tutje kjo Paraguay, m'fal. Po, Paraguay. Ndoshta bashku nuk është dashur me dështu, ata kanë dështu kurse kanë fituar kundër njërit prej organizatorëve edhe që ka shfaq lojë të bukur. Në fakt, po vlen ajo fjala ose ajo deklarata pas ndeshjes së parë të cilën e zhvilloi Brazili ndaj Marokut ku barazuan prej 1-1, edhe që përzgjedhsi ose strategu italian Carlo Ancelotti që po dheq Brazilin që tha ne duhet të bëjmë shumë përmirësime gjatë këtyre dy ndeshjeve që vijojnë në vazhdim dhe faktikisht e ndodhi e njëjta. Siç edhe thatë po të nxonte kjo edhe me Turqinë bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqia fare le do të mund të ishte pjesë e fazës së eliminimit direkt. Në të njëjtën kohë kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës që tani më veç janë të parët dhe kundërshtar të mundshëm e kanë Bosnjën dhe Hercegovinën, por kuptohet që e gjitha do të vendoset apo do të përcaktohet me të përfunduar që të gjitha ndeshjet e fazës së grupeve dhe të shohim se ku do të përfundojë Bosnja nga se është në mesin atyre 8 kombëtareve më të mira nga vendi i tretë. Tash kjo pjesa qysh në këtë vit kampionati botnor ka marrë këtë format tjetër. Për shkak se kanë pranu ma shumë kombëtare me qenë pjesë, me bu ma interesante dhe në këtë mënyrë ju është dhënë mundësia dhe disa kombëtarëve sikur se ishte edhe Kuraqao, Kepi, Gjelbër e të tjera që janë kualifiku për herë të parë që ndoshta në një format tjetër siç ka qenë deri tani as në ëndër se kanë pa që do të kualifikoheshin. Megjithatë, kjo është e mira për t'ju jap mundësia të gjithave për me bu befasin ose me shfrytzu momentin cilin po e jetojnë. Vetë kualifikimi është një moment i mirë. Tani edhe Bosnja mos harrojmë që ka bu një rrugtim shumë të mirë për shkak se imagjino të mundësh edhe Walesin nëse s'gaboj, po edhe Italinë në barazh, ka qenë diçka ndoshta e paparashikuar, e pabesueshme, megjithatë rrodhën si rrodhën gjërat, Italia me një futbollist më pak kishte avantazhin, por në penallti në lojën e fatit unë mendoj që shkuan Bosnia me merit dhe tani ndoshta është një prej kombëtarëve që jo fort mirë e filluan këtë kampionat botnor, megjithatë disi arritën të këndellëshin edhe t'i japin shpresa vetit për me vazhdu tutje. Tani se kush do t'jen prej kundërshtarëve për ta ka pak rëndësi për shkak se unë mendoj që do të merren masat, do të tentohen të përmirësohen gabimet për aq pak kohë sa ka këto ditë, edhe mandej për me tentu me vazhdu tutje këtë rrugtim sa më gjatë. Dashur dëgjues juve që po na dëgjoni nëpërmjet frekuencave tona në 95.7, 91.9, jemi duke zhvilluar intervistë drejt për drejt me dikur futbollistin e njohur, jo vetëm në Kosovë, por edhe me Gjerë madje edhe pjesë e një ekipi francez. Visar Zogjani tani më trajneri i futbollit, e me të cilin faktikisht do të vazhdojmë edhe më tej intervistën, e juve që po na përcjellni në rrjetin tonë social Facebook, veç që jeni duke e ditur se Visarin e kemi prezent, do ta mbojmë edhe më tutje ose akoma nga se do të flasim për grupin F dhe paraqitjen e jashtëzakonshme të Holandës, të cilën faktikisht e vazhdoi edhe ndaj Tunisit, të cilin në kuadër të grupit F në orët e hershme të mëngjesit e mposhti me rezultat 3-1. Pa kush Holandën e ka menduar ose e ka parashikuar se do të mund të jetë në mesin atyre kombëtareve që nëpërmjet lojës kolektive apo grupore të tregojnë lojërash të mira. Pa kush, nuk po tham jo të gjithë, por na kem pa që disa parashikues, njëri prej tyre që e ka para pa që Holanda të jetë komplet fituese e kampionatit botnor.
ai që po thonë e ka qëllu se do t'jetë Spanja, do t'jetë Argentina, kështu me radhë. Unë nuk është që besoj shumë në këto gjëra, megjithatë kur ndodh një herë apo herën e dytë, mandej disi fillon edhe ndoshta kal kundje që ka diçka që duhet me besu. Nëse është diçka që duhet me besu, është ajo që Holanda ka kombëtare shumë të fortë, ka futbollistë shumë cilësor, ka një grup të futbollistëve që luajnë ndeshje mes vete që një kohë gjatë, luajnë një 90% nëse zgaboj e tyre në kampionatin anglez. Kështu që Holanda ndoshta ka një prej ekipeve më të mira në këtë kampionat edhe që munden me vazhdu goxha gjatë këtë garë. Unë konsideroj për shkak se jam edhe në radio televizion edhe në televizionin publik si analist dhe edhe aty e kem thënë që ndeshja e parë kundër Japonisë për mua ka qenë shumë e vështirë edhe kam parapasur diçka të tillë. Barazimi nuk ka qenë befasi për shkak se edhe Japonia kohët e fundit ka investuar shumë edhe në zhvillimin e gjeneratave të reja, qysh moti kanë bërë investime për të pasur suksese që tani janë ndoshta duke i korrur. Kështu që në vazhdim e tutje pa ndeshjen kundër Suedisë, një ndeshje komplet që dominuan me futbollistë, me ato aksionet e shpejta, aksionet shkollore, me krah, domethënë 3 gola u shënuan nga 2 krahët i djathti dhe i majti. Një dominim edhe kundër Tunizisë, kështu që mendoj që Holanda me shumë meritë edhe çkado që ndodh ndoshta edhe në ndeshjen menjëherë pas fazës së grupeve, unë mendoj që do të jetë befasi nëse Holanda eliminohet. Po, do të ketë punë, e tham edhe në fillim të kësaj interviste pikërisht me Marokun, Me Marokun është gjithsesi, megjithatë unë kam shumë besim se edhe Maroku kanë shfaq një ndeshje, janë edhe Maroku janë prej kombëtarëve që nuk janë domethënë nuk janë rastësisht këtu ku janë. Në ndeshjen e parë kundër Brazilit kam pas një paraqitje që ndoshta mos ishin qenë ngjyrat e dresave, nuk ishe di cili është Brazili. Kam pas një paraqitje shumë mirë, sidomos në 20-25 minutat e parë. Mandej Brazili e mori lojën në kontroll, megjithatë Maroku ka një kombëtare shumë fort me emra të shquar dhe për ata thash edhe më herë ndoshta me pasmujt edhe këtë pjesën e shortit me ndryshu pak që ato kombëtarët ndoshta që janë pak më të dobta me i shortu me këto më të mira dhe që më vonë me pas ndeshje që na zgjojnë kërshërinë gjithve. Absolutisht, para se flasim për dy ndeshjet të sotme të grupit I, ku në të vërtetë do të kemi një super ballafaqim ndërmjet të dy kombëtarëve që realisht kanë treguar formën më të lartë, pra Norvegjisë e Francës e në këtë grup ndeshën edhe Senegali e Iraku. Kush i ka bërë Visar Zogjanit për shtypje deri më tani? Nëse bazohemi ose nëse i referohemi asaj se çfarë ka ndodhur deri më tani të gjithë Surin, kemi parë shumë kombëtare që janë cilësuar apo llogaritur pretendente pa nisur kampionati botror, duke përmendur këtu jo vetëm Francën, pastaj Argentina si kampionë në fuqi, kemi Brazilin, mos harrojmë Spanjën, aty afër është edhe Gjermania, mos të anashkalojmë as Anglinë. Gjithmonë pritshmëritë janë prej këtyre kombëtarëve të mëdha, për shkak se cilësia, futbollistët që luajnë në ligat më të mira, nuk luajnë rastësisht aty, nuk kanë kontrata milionshë dhe gjithmonë pritshmëritë edhe ajo ngarkesa bie mbi këta futbollistë. Kur ke një grup, siç thash edhe më herët, Holanda mbi 90% futbollistëve që luajnë në kampionatin anglez, futbollistët francezë të cilët luajnë në kampionatet më të mira dhe Franca është tregu i talentëve që konsideroj se përveç ekipit që e kanë marrë në kampionat botror, ndoshta edhe një ekip apo dy me parafërsisht cilësitë të njëjta i kanë lënë në shtëpi. Anglezët gjithashtu që një kohë gjatë munduan, po ndoshta për mua konsideroj që ka më shumë zhurmë se sa që ka rezultate, nuk e di pse, sidomos përpara kanë pas ndoshta emra edhe më të shquar, megjithatë shumë lider në një ekip është shumë problem me pas sukses kur nuk pranohet një lider i vetëm edhe tjerët me qenë pas tij. Por unë mendoj që këto kombëtarët e mëdha që i përmend edhe ti, qoftë Franca, Argentina, për mua këto dy besoj që do të shkojnë gjatë, për shkak se qysh në ndeshjet e para kanë arrit me shfaqat potencialin e tyre, edhe sidomos Argentina që duhet në një farë mënyrë me
me rrit tregu ose me arrit me shfaq përsëri atë se në herën para në 2022 kur u shpallën kampion, në një farë mënyrë thanë se i ndihmuan Argentinës të arrinte deri atje për shkak të Messis që ta ketë edhe këtë titull. Megjithatë, për me u rikonfirmu, tani unë mendoj që Argentina duhet me shfaq atë që ka shfaq deri tani për shkak se kanë arritur që në një farë mënyrë të fitojnë përvojën edhe të largojnë ato emocionet e ndeshjeve dhe të arrijnë të shfaqin qysh në ndeshjet e para më të mirën e tyre, e kjo konsideroj që është shumë përparësi e madhe për shkak se nuk ke kohë që ti të biesh nga forma, të zgjohesh ditën tjetër të pretendosh që mund të bësh diçka për shkak se gjithmonë duhesh me qenë në nivelet sa më të larta. Edhe në kuadër të kësaj, në grupin I sonte, siç edhe përmenda më herët, na pret një super ndeshje, kam përshtypjen që e tillë do të jetë ndërmjet Norvegjisë dhe Francës. Këto dy kombëtarët që poshtu e kanë të sigurt kualifikimin në fazën e eliminimit direkt nga se kanë realizuar nga 2 fitore duke mposhtur Senegalin përkatësisht Irakun. Pra, franqezët dhe norvegjezët në një përballje që mund të përkujdesen edhe pse të mos ofrojnë pak atraksion. Kemi në njërën anë Erling Haalandin e norvegjezëve që ka 4 gola, në anën tjetër njërin prej yjeve të Francës është Kylian Mbappé që pashtu ka 4 gola të realizuar. Po, e tash nëse kishim me konsideru që dikush do të mundet me bu befasi, unë mendoj që është Norvegjia. Ashtu më duket një kombëtare që ka futbollist cilësor, një sulmues si Haaland që e tërheq ekipin përpara. Mos të harrojmë se ka edhe sulmuesin e Atletico Madrid Solos që me atë shtatin e tyne, me fizikun e tyne, i shfaqin probleme shumë mbrojtjeve tjera të kombëtareve tjera. Megjithatë, kur ke përballë një Francë, duhet me pas shumë kujdes për shkak se Franca pikën më të fortë tyne e kanë sulmin edhe sulmuesit e Francës mendoj që në pak hapësira nëse do t'ju japet mundësia dinë edhe mund ta ndëshkojnë shumë lehtë kundërshtarin. Kjo u pa edhe në ndeshjen që Franca e fituan në ndeshjen hapëse tyne kur në pjesën e parë kishin probleme, megjithatë në pjesën e dytë duke shpresuar që Senegali mund ta dënonte Francën, ata lanë hapësira mrapa e Mbappé me Barcola dhe Dembele, Doué me sulmin e frikshëm që kanë ata dinë me ndëshku edhe janë të paarritshëm. Absolutisht. Përse e takon duelit ndërmjet Senegalit e Irakut që pashtu luhet në të njëjtën kohë pak fjalë që të dyja ekipet faktikisht janë në kërkim të pikëve të para edhe pse do ta kenë të vështirë një gjë të tillë. Unë mendoj që ka ekipe mjaftueshëm ka me pas me 4 pikë edhe të dy këto kombëtare janë të qysh tani të eliminuara dhe në një farë mënyrë kur e din se je eliminuar nga kampionati botëror nuk ke asnjë lloj presioni tutje e zhvillon ndeshjen e fundit sa për prestigjë. Unë mendoj që ish dashur që të dyja me tentu me shfaq atë lojën e tyre më të mirë pa ngarkesa edhe me qenë një atraksion për publikun për shkak se kur ke shpresa që të kualifikohesh, atëherë luan një futboll ndoshta pak më defanziv me shumë detyra, kurse tani që të dyja janë të eliminuara, unë mendoj që duhet shfaqin një atraksion për publikun, pse jo edhe të ketë gola më shumë. Po ashtu në orët e mesnatës ose pas mesnatë prej orës 2 do të kemi duelet për të cilat po do të flasim pakës më gjatë, ku protagoniste është Spanja, grupi H. Kemi ballafaqimin ndërmjet Uruguayt dhe Spanjës, e më pastaj kepi Gjelbert Arabia Saudite, një grup ku gjithçka mund të ndodhë. Spanja është e para për momentin me 4 pikë. Kepi Gjelbert që ka befasuar dhe ka grumbulluar 2 pikë historike, edhe mbetet në garë për të kaluar faktikisht edhe në fazën tjetër të garave që po besoj askush mbase nuk e ka pritur përveç atyre që ndodhen në shtetin e kepit të Gjelbert, për të mos harruar edhe Arabin Saudite që është e fundit me 1 pikë. Gjithsesi, këto befasit janë shumë të këndshme për publikun, për vetë historitë e kampionateve botërore, po jo ndoshta për kombëtarët e mëdha siç është Spanja që në një mënyrë kur ka përballë një Uruguay që deri tani kanë shpaq shumë probleme dhe nuk e di pse ndodh kjo kur dihet që ata kanë një trajner si Marcelo Bielsa që është njëri prej ligjëruesve më të mirë edhe të trajnerëve më eminent që janë në botë.
të shfaqin këto problemesh, nuk e di se ku mund të jetë ai ndoshta fija që nuk po e përqen mirë atë se çfarë kërkon trajneri. Megjithatë, ndeshja e fundit që të dy kombëtarëve ose njërës prej tyre mundet me asiguru atë kalimin tutje, është shumë e rrezikshme për shkak se kemi ekipin e Gjelbër që do të tentoj të shkaktoj befasin më të madhe për shkak se me një fitore unë mendoj që mund të arrijnë të kalojnë në turin tjetër dhe ndoshta të ishte befasia më e këndshme e këtij kampionati botëror për shkak se të luash një ndeshje me rezultat barabartë me Spanjën me gjithë atë cilësi që kanë Dhe me Uruguayin po ashtu. Dhe me Uruguayin gjithsesi që unë kam thonë kështu, në ndeshje me Spanjën ata kanë arritur me u mbrojt mirë edhe ti thu, me u mbrojt jo mbrojt, po me shënu golla e kanë të vështirë edhe nuk e di se a do të munden. Edhe dalin një ndeshje me Uruguayin, shënojnë 2 gola, të parin në përsi 1-0, pastaj ti thu, tash kur janë duke humbur 2-1, thu maroj, për ta kaq ishte, ta arrin me barazu në 2-2, kjo tregon që munden edhe me njëk rezultat edhe din me shënu. Kështu që mendoj që do të ishte befasi e këndshme nëse ekipi i Gjelbër fiton edhe të shohim se si do të renditet tutje. Dresa pak folëm edhe për këto ndeshjet që do të zhvillohen prej orës 2 pas mesnate, pra ekipi i Gjelbër dhe Arabia Saudite dhe Uruguay Spanja. Po ashtu merret në fillim të kësaj interviste të drejt për drejt patëm pak bisede edhe për sa të kanë çifteve të fazës së eliminimit direkt ku do të ballafaqohen Brazili, Japonia, Afrika e Jugut, Kanadaja dhe Holanda, Maroko. Kemi skuadra të tjera po ashtu të cilat janë pretendente për të fituar këtë ngjarje të madhe për kampionatin botëror që janë kualifikuar më tej siç është Argentina si kampione në fuqi, e përmendëm Francën, po ashtu Gjermaninë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më ka bërë përshtypje paraqitja e Meksikës, pastaj kemi Kolumbinë, bregun e Fildisht, Zvicrën e Australinë. Nga këto gjitha kombëtare e përmenda pak më veçantë kuptohet Meksikën, e cila është duke luajtur ndeshje jashtëzakonisht stabile, ka qenë faktikisht Meksika që doli e para në grup, madje ishte absolute. Jo vetëm e para në grup, por Meksika prej gjitha kombëtarëve që kanë zhvilluar 3 ndeshje deri tani është e vetmja që ka 9 pikë. Do thonë, kjo tregon që me shumë seriozitet e kanë marrë paraqitjen këtë kampionat botëror edhe kanë me tentu me shku sa më gjatë. Gjithsesi kjo varet tash për fazën e eliminimeve direkte për shkak se tani vijnë ndeshjet duke u vështirësuar edhe më shumë. Unë thash edhe më herët ata kundërshtarë të cilët ndoshta nuk kanë shfaqur më të mirën e tyre në fazën e grupeve, atëherë do të reflektojnë edhe për aq kohë sa kanë do të tentojnë që të minimizojnë gabimet cilat i kanë shfaqur në ndeshjet e para, edhe me siguri do të shfaqen me komplet fytyrë tjetër që të tentojnë të bëjnë më të mirën edhe të shkojnë sa më gjatë. Kështu që pavarësisht çfarë kanë bërë, 3 ndeshjet e para kanë qenë sa më kalu grupin dhe ndeshja e radhës është ndeshje që ka rrezikshmërinë e vet për shkak se nuk lën me pas gabime ose me mendu se edhe nëse humb, mandej ke mundësi me shkututje. Kjo është përfundon aty edhe për ta nuk do të jetë e mirë. Është e vërtetë se kanë shfaqur në ndeshje të mira, megjithatë tani kur do të shohim kundërshtarin e radhës, atëherë do ta dimë se a ka qenë Meksika seriozisht shumë e fortë apo ka pas kundërshtar të dobët në grup. Kjo do të mbetet për të parë pikërisht në fazën e eliminimit direkt. Visal, e ke përmendur Francën, përpashtu e përmende edhe Argentinën si 2 prej kombëtarëve, pa harruar tu që shtove se befasi mund të jetë edhe Holanda në të njëjtën kohë. Është e pashmangshme të mos flasim pak edhe për Portugalinë, që gjithashtu është llogaritur në mesin e këtyre kombëtarëve që do të mund të shkojnë sa më larg, pse jo edhe të jenë në mesin e atyre ekipeve që do të mund të kualifikoheshin në finale, por që në ndeshjen e parë nuk bindën, barazuan me Republikën Demokratike të Kongos prej 1-1, më pastaj sikur shkëlqyen ndaj Uzbekistanit, të cilën në poshtën pa ndonjë problem me rezultat prej 5-0. Qendër të vëmendjes ka qenë Lionel Messi i Argentinës me 5 gola të realizuar deri më tani, në të njëjtën kohë tek portugezët është Cristiano Ronaldo që poshtu është në hijen e tij, por që në përcjellje të rivalit të përbetuar gjatë
për rreth 20 viteve? Atë që e thash më herët se disa kanë ato aludimet e tyre që e kanë ndihmu Mesin dhe Argentinën që në Katar 2022 ta fitoj kampionatin botnor, që mos i mungoj edhe ky trofe. Tani kom dëgju disa tifoz që thonë se e ka kohën Ronaldo. Unë nuk mendoj që kjo mund të ndahet në këtë mënyrë edhe të vendoset në këtë mënyrë, por ka të bëj me komplet grupin, me komplet përgatitjen, me unë e them shpesh edhe me ato imësit, cikrimet e vogla. Detajet e vogla. Detajet e vogla janë ato që të bëjnë diferencën kur vjen në pyetje në cilësitë përafërta ose në numër ku e diun në numër të njëjtë të futbollistëve në fushë të tjera. Ndeshja e parë e Portugalisë me Republikën e Kongos jo vetëm neve, po gjithëve na ka një përshtypje që Portugalia po don me vazhdu me atë të vjetrën që ta qet Ronaldon në krye të gjithë kombit. Unë mendoj që kombëtarja është para çdo, jo mendoj, por ashtu është. Dhe u pa një reflektim në ndeshjen e dytë. Me gjuhëtjen e lirë, të cilën nuk e merr Ronaldo edhe pse ishte një pozitë që ai nuk i lëshon ato, me pasimet, me angazhimin e tij, me gjithçka. Kjo është e vështirë për shkak se kur miliona njerëz bëjnë edhe meme nëpër internet, presioni është jashtëzakonshëm. Presioni është jashtëzakonshëm. Megjithatë ai arrin nuk do të ishte këtu po mos t'i bënte këtë. Është njëri prej futbollistëve që Messi, unë e tham gjithmonë që ka pas talentin edhe ka shfrytzuar në mënyrën më të mirë plus punën që ja ka shtu, kurse Ronaldo e ka bërë punën ndoshta 2 fish më shumë vetëm për të qenë sipërfaqe ku është edhe Messi. Mos të kishte bërë punën nuk do të ishte këtu ku është, ose do të përfundonte si shumë të tjerë që kanë arrit ju përafrohen këtyre dyve, por që me një vetkënaqësi, me një ramje të disiplinës, kanë shku poshtë edhe kanë përfundu shumë shpejt mandej karrierën. Për shkak se nuk kanë qenë mandej të disiplinuar edhe nuk kanë bajt kontinuitetin e stërvitjeve se që është dashur. Kështu që me ndeshjen e dytë, Portugalia më ka bind, jo që nuk ka cilësi, ndër mes fushën e ka ndër më të mirë ndoshta në këtë kampionat, por që me atë tentimin për ta qitë në qendër vëmendjes Ronaldon, unë mendoj që aty ka qenë gabimi. Tash kanë reflektu, po besoj edhe kanë kuptu edhe Ronaldo vetë, që bashkë me ekipin mundën me qenë shumë të fortë edhe mund me shku shumë larg. Ndryshe do të përfundojnë herët garën. Në këtë kuadër kemi Lionel Messin, 39 vjeçar, që ka realizuar 5 gola me Argentinën duke vazhduar kështu tutje në fazën e eliminimit direkt. Ku desha dalë është se krahas Lionel Messi që ka 5 gola, është Vinicius Juniori i Brazilit, më pastaj Erling Haaland dhe Kylian Mbappé, këta 4-5 futbollistë të cilët edhe kryesojnë në listën e golashënuesve më të mirë. Pra po flasim për lojtarë të klasit botëror, të cilët edhe nëpër ekipet e tyre e bëjnë diferencën, po me golat e realizuar. Çfarë mund të themi për këtë, po themi golashënuesit më të mirë, nga se konkurenca është shumë e fortë. Lionel Messi nuk i ka asnjë javë më parë që theu një rekord të Miroslav Klosës, madje tashmë është në histori me 18 gola në kampionate botërore, por afër e kemi edhe Kylian Mbappén, francezin i cili sikur kështu dal nga dal, veç që po i ofrohet këtyre rekordeve të mëdha. Dhe është shumë më i ri në moshë se Messi edhe që është në përparësi. Edhe kampionate tjera nëse ka formën edhe ka shëndetin e mirë. Këta lojtarë po shkëlqejnë në këta kampionate. Këta futbollist veç po arrin me konfirmu atë që pse janë futbollistë ndër më të paguarit edhe pse janë sulmues, se sulmuesit paguhen për me shënu gola. Mbrojtësit paguhen për me mbrojt golat, çka mund me arrit përpara, jemi në plus, është në rregull. Kështu që kjo pjesa që ata po e bojnë është detyrë e tyre, edhe për që ata janë para disa sulmuesve të tjerë të cilët janë lënë në shtëpi. Mbappé është ndoshta prej sulmuesve që është përfol mas shumti për shkak të një qasje të tij jo të mirë, prej një djali pak më arrogant, sidomos sa ka qenë edhe në Paris Saint-Germain, dhe mënyra se si është paraqit.
pikërisht për këtë qasje unë mendoj që nuk është edhe aty në Paris, megjithëse është ndoshta edhe më mirë në Real Madrid, ajo është zgjedhja e tij, por që me kombëtarin e Francës ka qasje komplet tjetër. Është futbollist i kombëtarës, është futbollist që luan për ekipin, edhe nuk është që në kampionatin e kaluar është futbollisti që e ka tërheq Francën përpara edhe ka shënu kundër Argentinës. Kjo tregon qartë që është e pret një ardhme e mirë, megjithatë një Messi me vitet e tij, me qenë prirës i kësaj liste, tregon që akoma ka atë nuhatin e mirë për gol edhe arrin me format e tij për shkak se edhe në analizat që kem bën në televizion kem treguar që nuk është si sulmues i parë, po arrin që me u fsheh në vijën e dytë të sulmit edhe prej aty po futbollistët e Argentinës e dinë me shumë saktësi se ku gjendet Messi. Jo që e kërkojnë vetëm atë. Dhe Erling Haaland gjithashtu edhe në ndeshjet e kaluar e kam pa, domethënë një futbollist me plot kuptimin e fjalës bish, sepse e çonte mbrojtjen e kundërshtarit pa asnjë pardon. Edhe shumë lehtë disi. Po jo që lehtë, po derisa ata përgatiteshin ta dëbonin topin, Erling Haaland me 100 km/h e përvetsonte atë top. Kështu që unë mendoj që sa më gjatë i shohim këta futbollistë dhe këto kombëtare cilësore, aq më interesant do të jenë ndeshjet edhe do t'i përcjellim si duhet. Dhe Vinicius Juniori që është protagonist tek Brazili, mos harrojmë. Vinicius tani si futbollist krahu, si futbollist që ndoshta shumë kush ka pas ato dyshimet e tij, unë mendoj që Vinicius është një futbollist pak më rebel. Edhe shpesh e kem pa në Real Madrid për shembull me ato polemikat e tij me shumë fjalë me gjithçka, megjithatë cilësitë e tij nuk vijnë dyshim. Më kujtohet viti i parë kur ka në Real Madrid ka qenë futbollist që s'ja ka shullu gollës ndoshta prej 2 metra, 3 metra, megjithatë me punën e përkushtimin që e ka pas ka arritur që me ardhmë maje edhe me qenë ku është. Besoj që edhe ai varësisht se sa do të jenë edhe Brazili në atë formën e tyre, mendoj që edhe Vinicius do të jetë ndoshta në mesin e golashënuesve më të mirë të këtij kampionati. Kush ka qenë për Visar Zogjanin dështimi më i madh deri më tani në kampionatin botror? Ndoshta duhet me i pa pak ato ekipet, po unë mendoj që me shumë bujë për shkak se e kem pas mundësinë Onau Turqia me shku në kampionat edhe na u ka dukë që në një farë mënyrë na e kanë vjedh atë ëndrrën tonë për me shku për shkak se një ndeshje prej 1-0 e cila ka qenë goxha e barabartë, nuk na kanë dominu, arrin me shënu një gol prej një mundësie ose gjysmë rasti, një pakujdesi e mbrojtjes tonë. Unë mendoj që Turqia është ndoshta tani që po mbien mend për shkak se i kom dëgjuar edhe në qytet, unë kom qenë edhe bashkomentator i ndeshjeve të Kosovës dhe i kom përcjell gjitha, edhe shpesh kom dëgjuar të thonë që sikur të kishim qenë na grupin me patjetër e kishim kalu. Nuk besoj që kishme qenë njëjtë, megjithatë po besoj që ndoshta do të kishim paraqitje më të mirë për shkak se na s'kishim shku në rolin e favoritit për me kalu grupin, po kishim shku për herë të parë, domethënë diçka që po shkruajmë historinë dhe ndoshta do të na përcjellte fati pak më gjatë. Edhe krejt për fund, sepse vërtet kjo koha po shkon që është rezervuar për këtë emision special kushtuar kampionatit botror të futbollit në RTK Radio, vërtet është duke shkuar jashtëzakonisht shumë. Visar, e përmende faktikisht Francën shumë, që ke nostalgji atje, kemi përmendur shumë futbollist francez, madje është vetë Franca që është një treg i jashtëzakonshëm i talentove, të cilët më pastaj paraqiten në klube të ndryshme, i marrin me shumë të vogla, por që më pastaj i transferojnë me shumë marramendëse. Ke pas një përvojë atje sa ke qenë futbollist edhe pak dua të kthehem në kohë, edhe për të gjithë ata dëgjues të cilët faktikisht janë duke na përcjell në RTK Radio, por në të njëjtën kohë dhe në rrjetin tonë social Facebook, a ngjallin pak ato emocione të cilat i ke pas sa ke qenë pjesë e një ekipi francez ku ke qenë madje shumë pranë që ballafaqohesh edhe me ekipin që së fundi e fitoi 2 herë Ligën e Kampionëve Paris Saint-Germainin në kuadër të kupës, por që për shkak të një lëndimi gjithçka dështoi. Po, unë edhe tani në fillim të kampionatit kur më kanë pyetur, unë jam fansi i Francës, kjo edhe për faktin që kam pas fatin me qenë 2 vite të karrierës time me lujt futboll atje. Edhe veç
kur kom qenë pjesë e futbollit francez e kom pasur sa shumë rëndësi i japin asaj pjesës zhvillimit të talentëve të rinj, futbollistëve të rinj. Shumë futbollistë që tani luajnë edhe në kombëtarën e Francës, po edhe në të kaluamën kanë luajt, kanë dalë prej ligës ku kom qenë edhe unë. Ka qenë liga e rezervave të profesionistëve, domethënë që njërin prej ndeshjeve kem pas mundësi me luajt me Yasin Ebrahimin, një futbollist që ka bu karrierë mjaft mirë edhe në Porton, Sevilla e kështu me radhë. Në Spanjë sidomos. Dhe për shkak se vinte nga një lëndim dhe gjithmonë ata futbollistë që kthehen nga lëndimet mas pari shkojnë me zhvillu ndeshje për me pa formën e tyre, edhe në fund vendosin që mos me zhvillu me shty edhe për një javë atë kohën e rikuperimit. Po ka pas edhe futbollistë të tjerë që kanë qenë në pritje të kontratave, që kanë pas kontrata profesionale, por akoma jo të afirmuar sa duhet dhe shumë prej tyre mandej kanë bu karrierë. Aty e kom pas se sa rëndësi i japin edhe zhvillimit të futbollistëve të ri, edhe mënyra, edhe qasja, edhe që futbollistët janë goxha të privilegjuar dhe siç the edhe ti, shumë prej talentëve që tani luajnë nëpër kampionatet më të mira të Evropës janë burim i kampionatit të Francës për shkak se edhe i marrin si futbollistë të ri edhe i marrin me çmime më të lira, mirë po transformimet që u bëjnë atyre futbollistëve dhe ajo se çfarë shohin ata futbollistë si mund të zhvillohen në të ardhmen bën që mandej të përfitojnë shumë më të mëdha prej tyre. Sot kam et peng që nuk ke zhvilluar ndeshje ndaj Paris Saint-Germainit, sepse kështu kur je futbollist aktiv, është ëndër e çdo lojtari që të zhvillosh ndeshje kundër ekipeve të mëdha ku motivi është më tepër se sa 120%. Edhe është mëkat që nuk ka ndodhur për juve një gjë e tillë pasi fal një lëndimi për fat të keq të cilin e keni mësuar ditë më herët, nuk keni mund, 3 ditë më herët nuk keni mundur të paraqiteni. Ka qenë lëndim në nyjen e këmbës, ka qenë lëndim shumë i madh. Për në atë kohë, në 2012-ën, e kom postu, e kom edhe foton akoma, nuk e hiq, foton e lëndimit këmbës, edhe është e tmerrshme çfarë lëndimi kom pas. Megjithatë të kthehem pak në paskien e bisedu me pak që kem pas një rrugëtim shumë të mirë, kem zhvilluar ndeshje, mas pari kanë qenë disa kundërshtar më të do për shkak se atje marrin pjesë, faza e parë është ato ekipet krejt që janë poshtë në ligat poshtme dhe duke ardhur te liga jonë, mandej jemi involvuar edhe ne edhe kem pas një rrugtim të jashtëzakonshëm që edhe sot e kësaj dite kur po flasim për ekipin cilin kom lu, historia më e mirë e tyne dhe ai rrugtimi më i mirë i tyne ka qenë Kupa e Francës në vitin 2012. Tregoj emrin. Sable sur Sarthe. Është shumë afër Le Mans. Dhe akoma merren edhe kom video incizime gjithçka prej asaj kohe. Ndeshje pas ndeshje arrim deri te kur vjen shorti për ekipet e ligës parë dhe të dytë. Edhe kem fitu kundër ekipit të ligës të tretë, mandej kom shënu edhe gol. Edhe vjen kundër Sedan që në atë kohë ishte në ligën e dytë pretendent për me u fund ligën e parë. Ata shumë përgatitur me shumë cilësi, por që ne i kishim atë pjesën e favoritit për shkak të ekipit, për shkak të stadionit ton. Edhe një ndeshje që mos të vazhdoj shumë, po arrim me fitu në penalti, unë asistoj një gol edhe shënoj penaltin, edhe ai kthimi ka qenë jashtëzakonshëm. Mirë po në momentin që në short na vjen Parisi, mandej që nol telefonatat edhe nga familjarët edhe nga shoqëria atje. Diçka e mirë që ka qenë një ndeshje në 25.000 shikues edhe ajo që më pyete sa ke nostalgji, Antonito e përmend nuk e përmendi për shkak se nuk e ke përmend por e mbon vetë. Për shkak se po sa e përmendi e di që i kom pa yjet, ka qenë Jeremy Menez, Javier Pastore, Mamadou Sakho, Mohamed Sissoko, Salvatore Sirigu, shumë futbollistë tjerë, Nene, një brazilian që ka bu karrierë në Francë, në Paris, Carlo Ancelotti ka qenë trajner dhe pengu më i madh ka qenë që nuk kam mujt me qenë, unë kam qenë në 18 për shkak se trajneri kur e ka pa kamën, ma bën kështu një X që ti s'mundesh se kom pas të merr. Megjithatë, mu më shkojnë lot edhe i tham, dej këtu kema arrit bashk, s'po don më marr. Tha, okay, me të marr, po kime pas të pamundën.
ka pas një bandazhim të mirë të këmbës, po në momentin që e kom godit topin gjatë nxemjes, edhe dhimbët kanë qenë të mërshme. Edhe i kam edhe fotografitë edhe incizimet që në fytyrën 2 kg i kom humbur për 2 ditë. Do të thonë prej lëndimit deri te ndeshja 2 kg i kom humbur për 2 ditë. Shumë kam qenë një mërzitur, megjithatë edhe fytyra ime ka treguar shumë çka për shkak se gjatë kur kem bërë një ecje rreth stadionit pas përfundimit ndeshjes se ka qenë përplot, edhe shoqënia edhe gjithë më thoshin qesh pak. S'ko mujë se s'ka do, se e kom ditë që ka qenë një ëndër që s'unë e kom bërë realitet veç me qenë fushë. Edhe të shpresojmë që të paktën atë se çfarë nuk e arritur si futbollist në lojën aktive të futbollit apo sportit më të popullarizuar, të arrishë tashmë në zërin e trajnerit, nga se këtë e ushtron tash disa vite, kështu që në këtë drejtim të dëshiroj shumë suksese Visar Zogjani. Shumë faleminderit, kënaqësi. Dhe po ashtu po të falenderoj që gjete kohën dhe disponimin, nga se Visarin e kemi të angazhuar edhe në radio televizionin e Kosovës, është analist i përhershëm atje, edhe gjatë kësaj periudhe deri me 19 korrekt sa do zgjas kampionati botror. Andaj të falenderoj shumë kështu përzemërsisht, nga se ne pak për një kohë të shkurtër kemi qenë edhe bashkëtar, dikur e kemi vazhduar pak edhe në për disa ekipe kështu më të vogla, por megjithatë jemi në fushat tona. Kjo është e rëndësishme. Gjithsesi është kënaqësi kur na japet edhe neve mundësia me qenë bashkë për shkak se profesionet edhe angazhimet nuk është që na japin shumë kohë me kalu ndoshta dikun tjetër kohës bashku, megjithatë kur takohemi është gjithmonë kënaqësi me diskutu edhe rreth futbollit me kujtu ndoshta ato edhe pak kohë që sa na japet mundësi nostalgjinë që e kem kaluar bashkë. Faleminderit edhe njëri i themi Visar Zogjanit, dikur futbollistit të shumë skuadrave, jo vetëm në Kosovë, vërdhem e gjerë, e përmendëm edhe në disa prej skuadrave që faktikisht kanë garuar në Francë. Këtu erdhi fundi emisionit special kushtuar kampionatit botror të futbollit, i cili do të zgjas deri më 19 korrekt, kur do të zhvillohet finalja e madhe, do të jemi me mysafir të tjerë, e deri atëherë faktikisht ju mos ndroni frekuencë, qëndroni me programet tona në vazhdim. World Cup na RTK Radio.